Aeroporti i Vlorës është hipotekuar si garanci financiare kundrejt një marrëveshjeje huaje midis Magbo Construction SA dhe Delfos Securities SAR për një shumë prej $100 milion marrë nga Begjet Pacolli në mars të këtij viti. Dokumenti që ka siguruar Gazeta Tema tregon një kontratë kredie midis Magbo Construction, që është huamarrësi, dhe Delfos Securities, që është huadhënësi, e datës 26 mars 2025 me një shumë totale prej €100 milion. Huadhënësi ka vendosur si kusht dorëzimin e dokumenteve ligjore, licencave, marrëveshjeve të koncesionit dhe garancive, si dhe miratimin nga autoritetet shqiptare dhe dorëzimin e pasqyrave financiare të vijas. Po ashtu, tek paketa e sigurisë është theksuar se duan garanci mbi të ardhurat e Vlora International Airport, përfshirë edhe garanci qeveritare, si dhe garancit mbi llogaritë e projektit. Në një marrëveshje anësore si aneks i kësaj marrëveshjeje, thuhet se Vlora International Airport do të bëhet bashkëhuamarrës pas fillimit të projektit. Para kësaj nuk kërkohet miratimi i qeverisë shqiptare, pra këtu qëndron pika kyçe anë shkalimit të kontrollit të qeverisë mbi koncesionin dhe mundësinë e përfundimit të tij në një fond investimesh offshore, pas të cilit qëndrojnë investitorë rus dhe kazak. Totali i shumës është facility amount, $100 milion, ndërsa shuma e angazhuar është $97 milion. Qëllimi është financimi i ndërtimit dhe operimit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës dhe shpenzimeve të përgjithshme kooperative e lidhura me këtë projekt. Periudha e interesit është një vit pas dispursimit dhe çdo vit më pas, ndërsa termat kryesor financiar janë me interes fillestar 7.625% në vit. Interesi për vonesat shkon nga 9.625% deri në 13.625% në varësi të kohëzgjatjes së mospagimit. Pra, pagesa e këstit do të bëhet çdo vit me detyrim për të shplyer të paktën 20% të shumës së UA-s në çdo vit të fundit të periudhës së UA-s. Huadhënësi ka vënë si kusht dorëzimin e dokumenteve ligjore, licencave, marrëveshjeve të koncesionit dhe garancive, si dhe miratimin nga autoritetet shqiptare dhe dorëzimin e pasqyrave financiare të vijas. Në paketën e sigurisë përcaktohet qartë se duan garanci mbi të ardhurat e aeroportit të Vlorës, përfshirë garancinë qeveritare dhe garancit mbi llogaritë e projektit. Nga një hetim më i thelluar kuptohet se Delfos Security, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e inkorporuar sipas ligjeve të Luksemburgut, është një subjekt i pasiguruar i titullarizimit sipas ligjit të Luksemburgut të datës 22 mars 2004. Selia e saj është në adresën Antoni Jans në Luksemburg dhe është e regjistruar në regjistrin e tregtisë dhe shoqërive të këtij vendi me numrin B291432. Kompania përfaqësohet nga Bart Turtleboom, banues në Zvicër, mbajtës i pasaportës zvicerane që vepron në emër të ndarjes së saj. Pra, financuesi i saj real është Compartment Bernina, e cila është një kompani offshore. Nga ana tjetër, Bart Turtleboom ka qenë i përfshirë në klubin e Parisit me Rusin, veçanërisht në lidhje me borxhin rus ndaj këtij klubi, si pjesë e rëndësishme e karrierës së tij në financa ndërkombëtare. Ai ka punuar në transaksione që kanë të bëjnë me Rusin dhe tregjet në zhvillim, ndërsa Compartment Bernina formalisht nuk dihet kush e zotëron, por pas saj qëndrojnë personazhe nga Kazakistani dhe Rusia.